Rastet e përndjekjeve nëpërmjet rrjeteve sociale apo fizikisht po vijojnë të jenë tepër shqetësuese çdo ditë më shumë. Këtë e bëjnë të ditur edhe shifrat e fundit të Instat, të cilat tregojnë se kjo vepër penale është rritur me 69% nga viti 2024 në vitin 2025. Kjo sindroma sociale e përndjekjes është një patologji e shëmtuar, është e papranueshme, aq më tepër në kohën e sotshme kur jetojmë në një shoqëri të lirë, në një shoqëri demokratike, në një shoqëri të hapur, ku mundësitë e njerëzve për të komunikuar, për të njohur, për të kërkuar janë shumë të gjëra. Sociologu Gëzim Tushi e cilëson këtë fenomen si një lloj perversioni social shpeshherë me sfond seksual, por që në disa raste lidhet edhe me interesa materiale apo përfitime të tjera. Sipas tij, shqetësuese mbeten edhe rastet kur autorët e përndjekjes janë persona të moshuar. Ky është një lloj perversion në përgjithësi social, i cili në një mas më të madhe ka ose një substrat seksual dhe përgjithsisht ky është kryesorja ngacmimi me sfond seksual, por ka dhe raste të tjera me ngacmime që vinë për ndjekje, që vinë për arsye të tjera të përfitimeve materiale në shoqëri. Më vjen keq që nga pikpamja moshore, për fat të keq, është një turp social që në shoqërinë tonë kemi të moshuar që e kanë këtë vesë, për ndjekin të moshuarit, ngacmojnë të moshuarit, kanë sindromën e ngjitjes. Forma e përndjekjes në rrjetet sociale po ashtu mbetet një tjetër shqetësim serioz, pasi jo vetëm bëhet shkak për bullizim dhe rëndon gjendje psikologjike të viktimës, por shpeshherë kthehet edhe në burim konfliktesh familjare. Kjo forma e përndjekjes digjitale është duke u zgjeruar, është bërë kjo, në fakt ky është bërë kanceri i përhapur i kohës së sotshme, sepse përndjekja në rrjetet virtuale ka faktin që mund të ruash anonimitetin e ngacmimit, mund të vazhdosh në mënyrë, mund të kesh frekuencë të vazhduar të ngacmimit nëpërmjet rrjeteve sociale. Kjo marrin pastaj format edhe të bullizimit, domethënë përndjekja fillon në mënyrë literale duke këmbyer tekste me njëri tjetrin, pastaj merr karakterin e presionit, pastaj merr format e ngacmimit, pastaj fillon njohja fizike dhe kjo e ndërlikon akoma më shumë. Për të parandaluar këtë fenomen, ekspertët kërkojnë masa të fortë edukative dhe juridike, duke theksuar nevojën për më shumë përgjegjësim në familje, shkolla dhe media, si dhe zbatim të rreptë të dispozitave penale ndaj autorëve.